Hello. Mirëmbrëma Xhemil, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi me të prit. Faleminderit që ke ardhur. Hajde të lutem, trajtohemi. Ky është vendi për ty. Faleminderit shumë. Ç'është kemi, mirë? Mirë, shumë bukur. Prizreni ç'është? Oh, shumë mirë. Se kom përshtypjen se që edhe në muajin e Ramazanit i shtuhet diçish hala më shumë gjallëria edhe atmosfera që mbretëron Prizren. Ka një lezet e ka pas gjithë ashtu bona si Venali. I mirë Prizreni është i rahatshëm, është pastër, bukur, mirë është. Qa ka Prizreni që s'ka Prishtina, për shembull? Qa ka Prizreni që s'ka për tash lumin, kalan, keve shumë sene. Shumë, nuk ja vlerë me anis me numrua. Prishtina është qyteti ku neve gjithve na i ka hapë dyrt, për me mu shkollu, muzika, shoqënia, etjera. Jemi kësi mas në venet tona, jena munu me punu ka pak, unë atje, taj. E di që jeton atje, po çuditërisht, edhe pse Prishtina të ka dhënë gjithë këtë mundësin tjetër me u zhvillu prej anës muzikës, kur s'ka bind me jetu për ato s'ja upi kur Prishtinës, se Prishtina është nish, definitivisht. Pse s'ke zgjedh me ardhë me jetu këtu, apo për... Tjetër është e zhurë ma shumë e madhe që s'm pëlqen, se jemi mësur rahatin në Prizren aty. Ta thëmë drejtën, fëmit prej si u bënën, tentova në disa qerë dhe me regjistru djallin kur sa re po flas para 17 viteve. Prishtin, jo s'bën këtu, jo si, jo këtu, po tap koferin. Të Prizren atë, e vështirë kjo, e vështirë, s'po ka vend, po edhe trafiku t'i ik. Mirë, tash më u bo Prishtina, qytet shumë i madh metropol tamam. E vërtit. Dhe shqyqyr që s'jem në të kallaballëk se s'pa muj mo. S'pa muj mo. Në fakt, në Prishtinë keni përjetu shumë, sidomos tash kur po them keni përjetu, mos ma kesh kupto këtë në gjeneratën që demek i keni bu në 10 vjetë, po eksperienca... Ty pare. Eksperienca ju i tregon shumë se për kaq vjetë sa janë, rrethonat në Kosovë dhe në Prishtinë, si me thonë nështë vendi ku mas shumë të është zhvillu muzika, ka ndryshu shumë prej fazës në fazë. E ti ke pas fatin me i prek të gjitha, fatin e mirë dhe fatin e keq. E ke mendu në një herë prej të këtaj pak vite ma për para, e ke mendu që gjithë jetën të keme u marrë me muzikë, apo më fillen veç ke njës me ushtru si një pasion të ndër? Tash po këthejna qysh i vogël. Qysh i vogël? E kisha talentin? Fillova më marrë me muzikë, kisha probleme të lashe, baba nuk më leke më marrë me muzikë. Se? Po, ata kretë kanë prind, kretë kanë menu që na tash kur të futemi në muzikë, atër isha me flok para me no. Unoza me skeleta, sena, ata kanë menu që tash na marim rrugë të tërka. Përse ato heke flok të ja? Me bimë babën. Atëre fillum, do më thonë, nejse, më rritë e më ushtru e tjera, po du me dalë prapë në Prishtinë. Shpesh herë menoj që Gjemili ka qenë shumë me fatë se kom taku shoqni të mirë, kom taku muzicientat mirë, shok që mi kanë qelë dyrt shumë. Televizione, e tjera, Oxygen Show për shembull, aty 17 vite. Grupi Marigona, Ethnically Plucked, krejtë në Prishtinë. Ti shakon Prizren është ajo. Shakon me qebapa më nëse. Jani pse jo edhe qebapat. Pak me ajgare, po Prishtinës, ja kemi pa ajerin, po flasë me popullor që. Edhe shqyqyr që e kemi, edhe une 2-3 herë një javë vim Prishtinë, kështë minimum. Baba tha që nuk u kom, për te asaj që qysh je duke, kështu e ka pas perceptimin që ndoshta në atë ko... Muj me dështu. Mund është me dështu edhe muzika, edhe kush dëshë miret me muzikë, është rrugë e gabume. Definitivisht. Një këna të shprejt, atë më po kështa, atë më po ashtë. Po, e qysh ndodhe që ti nuk e dëgjove, po them, hajde, nuk ja more shumë parasysh, po prap e vazhdove. Kom të regu disa herë këto, bleva bateri. Edhe fillova më ushtru në shpia, i pengoj kene herë, ma kapëm sa, bëne këta, bëne ato. Për shembull, unë e kom të kryjnë e fakultetin arteve grafikën, isha një farë vakti vizatus pak maj mirë se sot. Edhe ja që isha punimet me i pa, theke, le këta, mësa matematikë. E që shtu konë edhe për të tupana, le muzikën, mësë merë, qërë mësa, e kisha të frikën, definitivisht, mësë po marim kahje tjetër. Po, kur erdha në Prishtinë, në fakt, vendosa milion baterit tupanat, se mo u bo tepër, i shita e bleva një kauq, edhe një komo televizore dhe rishën shpë. Atëre mas 2 muaj e kështu më lindi ideja për perkusione, se pisha foto, ku qëfar foto? Lindi ideja për perkusione, se jo mas i tipi që këqyri me bot diçka që nuk ka. Më kom pak ma kreativ, me thonë, ma inovativ. Fati deshti i bleva perkusionet, edhe u mshela në shpinja 4 muaj kështu të mira për një start. Edhe pra po thëmë, gjatë studime në Prishtinë mu qelen dyrt me shoqni, me muzikanta, kom taku njerës që i kisha ondër mi po kështu e le më vë muzikë me ta.
po flasë estradë tjera. Okej, nëse përshuajmë disa fotografi, unë kam dhe një fotografi tjetër që kisha pas dëshirë me komentu, na qëtë krejt në një periud tjetër, në një fazë krejt tjetër, një gjemil tjetër, që ndoshta edhe mund ta ketë mendu, nuk e di në moshën që ke qena ke mendu deri në atë pikë, po ndoshta ka mujtë me mendu se a ka me pas të ardhme, a ka me qenë sot këtu ku është. Nëse nuk e din që të foto qka është, kjo është data 13 qershor, dita e çlirimit Prizrenit, që kjo ku jem kapun e këtu është tank Leopard i Gjermanve. Pak shkurt, që tu ishim të bisedu me Gjermant, ushtartë, do shakame, do gjona edhe fillun në Sërbt, erdhe një kjerë paramilitar, gjujtën. Edhe këta Gjermant me njerë në pozicione fillun me gjujtë, edhe unë isha aty që ta një 2-3 fëmijë që janë për para me, se s'po duken edhe mrapa. Ka në me diqysh si anash, unë i mora i pështeta, kështu bona si kur mbrojtësaj, merdha ashtu, jo që më najtë trim, po. Merdhe që ashtu i pështeta këta fëmijët edhe metëm që aty kon një siklet i madho kon, definitivisht. Po zgjati pak që një 2-3 minuta, veç ato 2-3 minuta si 8 vjetë. Edhe në një mosh që ju krejt i vogël për mos me mujt... 17 vjetë i kom pas qëtu. Ju krejt i vogël për mos me mujt me memorizu. A ka pas vite ma vonë që të ka ndiku edhe ka pas një loj traume, Gjemili, si plot fëmijë tjerë në fakt që e kam përjetu luftën, sidomos këtë moshën të ndë? Shumë letë mund është ti mja përsërit vetit ato me ngushtu zemra tjera, unë e gjithë i kalej. I kalon gjithë. Çdo njeri ka të lashe sikletet e ndryshme, probleme, përjetime, po ti dush më bua i psikologu vetës, ti dush me luftu, më bua luftari i shpirtit tënd me esër para. Eci kjo kry. Kujtimi bukur, me flok. Me flok, po. Kur i humbe flokët? Kur i heken falë? Flok ti humba, mire tha, fix mas 3 muje. Filova ashtu peshot që i ma dop diçka, thash hajti e ki njerë maqinë edhe mo. Edhe mo... Su një rita kur. Pak vështirë me u këthy në gjendjën e më pashme. Ma mirë se shpenzime ma pak, jo shampan, jo gela e që ma mirë shto. Sigurisht që përpos nëse flasim për pamjen fizike, përveç flokëve, ke humbe dhe kilogram prej fotos këtu që peshuaj? Jo, këtu faktikisht jem kom pak ma i dopt se tash, po une para 2 viteve kom qenë edhe ma i plot, po shkova e operova lukthin. A ke bo ndërhyrjen? Po, e operova lukthin pa tjetër, se karakteri dopt, si më dilke një tepsi pite për para, une e harresha me dietë me krejt. A e pa të edhe kjo, që shë ka emnin pja harrej kjo, që pa ta e mos bëj reklama, dine kafta që është italianva e mira, o pe di, po. me lanë fond ajo kuku. A pa të vështirë me vendos me bërë? Jo, nuk e pa të vështirë, unë jem tip që nuk i tut na mjekve, nuk kam asi probleme, e binda dhe grunë tem. Adelina përshëndese për më përcjellë, më ka thonë përshëndet. Përshëndeseve dhe na krejt. E bënë të dytë në të njëjtën kohë? Bashkë vendosëm me shku më operu në Turqi e bënëm, edhe nuk jam pishman, kena kalu fantazi shumë mirë. Vesh tash s'për jort, një 7 kile prapë kom i. Jo, mos u lasdro. Ku kemi një fotografi pak të ndryshimeve. Salama i doptim tash. E bukur kjo në fakt, se pak njerëz dojnë me e thonë publikisht çfarë do lloj ndërhyrje që bojnë, qofshin edhe ato për të mirë të shëndetit edhe komplekse ma shumë. Se për këtë punën e tutës kër e përmende, unë që i kam mjekt në përgjithësi ambientin që shoh me mantel të bardh, unë e kam fobi, po prapë e kom marrë guximin edhe unë me e bu. Kështu që po ta mirë kuptoj, ma se nuk e ke fobite. Më ka pyeta i doktorin Turqi, tha, a ke frika në i sen? Thash, valla ma shumë u tuta në aeroplan se të ti. A i më qire njësë me kesh. Okej, më the që shoqni, ke taku shoqni të mirë në fakt. Po, për fatë mirë, shumë. Për fatë mirë, sepse sigurisht ka ndodhë në rrethana të rastishme. Nështë djali mirë edhe unë e s'pëdi. E ke tërhek të mirën, ka mundësi edhe kjo. Se krejt njerëzit, normal, kush nuk do dënte me pas një rreth mirë ofër vetës. Kënë e konsideron si njerin e parë ose ndër të vetmit që është gjindë momentin e duhur. Pra kreti kemi ato sfidat e gjitha këto, dhe pse ti vetë natyrë që i kalon, i merë me pozitivitet edhe në të kalumën, por gjithmonë kreti kemi nevoj për dikon me na u gjindë në një moment saktu. është një person që ma ka hap një derë, unë isha në studime, Teoman Ukqa, e njeni është bateristi, isha në fakultet dhe më thiri, tha, tha, po vjen grupin Marigona. Unë e vërë, qysh? E lash profesor, thash ika. Prej ati momenti, dhe më thonë, fillova une me grupin Marigona, aty e takova Edon Ramadanin, profesorin, piano, dirigent. Atëre bashkëpunim, bendi, fillu mu qelë dyrë tjera.
po me punë definitivisht krejt. Shoqni po, ama dhe shoqnia nuk donë ty nëse rinë nëse e dembel. Unë e kom nga definitivisht. Ta beson një herë, po nëse ti nuk e tregon veten, mo as shoqënia as Jo, shfartë. me bu vend Pas për ty. fatin koncertet, mu me thonë, ndër më të mëdha që kanë ndodhur në Kosovë, në Shqipni, kom qenë pjesëmarrës si perkusionist. Bile pas ka foto këtu. Perkusioni si sferë me qujt edhe si instrument, duke që nuk është shumë i përhapur në Kosovë. Në fakt, deri vonë mund të ketë pas, mund të kesh qeni vetëm Pan Tarabuk. 2-3, po, edhe në fakt njerëzit pak edhe i ngatrojnë edhe nuk e din as dallimin në tinguj. A të shtetson ky fakt se nuk është që ka shumë i përhapur edhe që trinjt nuk e kanë ma tepër dëshirën me provu edhe me përhap si instrument? Tash, unë e shpesh bëj hajgare me shok, thëma, dim pse më i miri, pse s'ka tjerë. A ty t'vjen mirë? Ty t'vjen mirë më s'vem su kërkush tjetër. Jo, pse? Besu një munu bilin në Prizren e pata qelë një atele e qujta të perkusioneve, e musha me instrumente, po vjen keq Prizren jemi dashtën, nuk pat interesim, shumë pak. Edhe vishi nuk ushtrojshin, nuk e kishin atë vullnetin tonë. Unë për veti para luftës kom marru vetë instrumente. Rengena me drasa, me hekra, me qapëdijone, veti kom bo me arrita qëllimin me ushtru e tjera. Masa nej fillova në perkusione, fëmit me ushtru për e shisha që dembelia e lash. Vishin, qëfar tarabuke, dëng, qa është tja e ka zësha konga? Se faktikisht percussion, perkusion, është instrument me të goditun. Për se cili instrument e ka emnin veç e veç. Për shembull këto trijat, quhen konga. Konga do të thotë vazhdim, ritëm. Diçka që përsëritet. Këto dallojnë, domethënë, janë dimensione të ndryshme, tingulli është më ndryshe. A ke pas rast që të është afru dikush ose ta ka dhënë një koment, të mos pas hiç një huri se çka janë, edhe ka mujt me tinglu, se tash në ignorancë, njeriu mundet me thonë diçka që tingëllon që sharake, a? Çka janë këto tambureka? Tambureka? Është në tampica. Që trumbullakta. Si shreagon ti në rast të tilla? Po jo, unë e kom qef humorin. Domethënë e shoh personin është për me bo pak hajgare, definitivisht ja kthehin lojë thjesht. Edhe munona mi ja spjegu nëse është interesum, nëse jo, kur gjë kërkuj. Këtë punën e humorit, të fakt, publiku nuk është se ka vure, se i përmendë dhe ti 17 vjetë nuk jëm pak me qenë në pjesë një ekipi ku të gjithë njerëzit e shohin edhe rriten me të një personazhe si që është Besimi, të një Anipsej Gjakovës, jo i Prizrenit, se pak ma lokalista kështë. Po që se shumë kujtimet bukra bashk e Besimi duket, ose nështë ta veç unë po du mja dhonë merita, që ta kanë zirë në pak këtë anën e tipit me batuta që i ki edhe me humor. Definitivt Besimi ka pas momente ma kalon studian. Hajde dil lugat, ullke atje. Që thojnë populli akon po hajrin shumë, audiencë, unë e knashna kur vjen një fmi i vogël që kaq, Agja Gjemila bërë me dalë një foto se të kom pa. Te Besimi. Vin, a jeti qaj i Besimit? O, vallojnë Abdullajt, jo mëne. Besimi në ka hap derën gjithmonë, na kemi punu aty, kemi kalu shumë mirë, edhe definitivisht ka dalë i nëzirke me dana ato humoret tona, se aty se cili është ma i trend se tjetri, tash se cili mu përzi aty bot të lovi, kështu që ka pak. veç me ju. Po ka pas raste, për shumë vim konë shumë mirë të najcizat një, dil këna, hajde, dil aty këna, kemi pas kësi sene. Edhe besoj që se kena shgërnjë edhe ato, shala se shese. Qka kish me Njëherë i kom haru këpucat elegante, njëherë. Edhe? Kom marrë me cokula, 6 muaj mi ka përmen. Apo, a? është shumë principiell, e do në punën, nuk ta hup punën. Për ato është 17 vjetë oksigen. A ka pas raste që bashkëpunimi juj që i kriju më shoqni, mandej se kur zgjatet që ka të shumë është ma shumë se punë, ma shumë se kolegë. Ka pas raste që ne herë ka qenë në teh të rezikut për me u ndërprej, midis ju të dyve, për ne arsye? Jo, kemi pas nervoza sene, po unë e pak pi kulturë e masi tipi që nuk përlana, thjesht nuk bëj. Edhe Besimi, jo, unë jem konfajtori, po djetë, mos të keq kuptohet. Dhe më thonë ka qenë punë vonese, diçka të këtu, thaje, apë marim këtë punë seriozisht, edhe ma më sheli gojnë, dhe shumë. Por ndryshme me Besimin, është një njeri që shumë menon detalj, është detalist i keq. Po shprejnë a kështoj keq.
nuk len vegza, mu kapti ati, me thonë të nëzuna, s'ka shansë. është i përpikt në punë, din që apo kërkan, është i zoti, definitivisht. E përmende edhe Se livdova shumë. Nështë ta nëse se ja ndojmë që të pjesë dhe ja dërgojmë. Po të me foli, jem në minuta tjerë që kom pas qef me foli përmende dhe perkusionin edhe këndimin, them, ka pas rase që më ka thonë quvesh del këndo. Pak njerëz munden me di që Gjemili edhe këndon. Po. Jem një perkusionist që kom qef edhe me kënu, se faktikisht para lufte kom qef. Edhe që din, se edhe unë kom qef, po, hiç s'kom ide. Para luftës në Prizren shoqëninë kulturore artistike Agimi kom qenë pjesë e korit, tenor base, qas kemi bu, veç vallëzim s'disha. Edhe ato. Edhe aty një farë mënyre pak u ushqeva me atë, edhe definitivisht kom pas qef gjithë. Po guxim nuk kom pas me dalë si frontman. Kur qërë guximi? Kur ke dalë për herë të parë s'kjen me këndu? Me këndu, po kemi dalë, po më njerë mas lufte kemi dalë, para lufte besa. Po kështu si këngëtar me majtë një mramje, jo. Për shembull me shumë këngëtar që në të stradës kemi bu muzikë shumë, edhe unë kom qenë ai krau i djathtit tyne. Për shembull pak më herët e pash Nitën, ja zemra sa e miro, edhe me Nitën kom punu shumë, edhe kohëve të funit kemi punu bile. Ajo shumë e mirë dhe ajo më ka dhonë dhe më thonë hapsin, me qenë back vokale tjera. Bile ma ka promovu disa herë këngën që e kom punu një farë coveri, e promovojke në lokale, adi nuk bojke një atmosferë mirë. Edhe unë e spritaj. Me atmosferë që s'qysh me vazhdu. Më pëlqen këndimi, bile tash jem të i punu nëse më lejon me... Pa tjetër. Jem të i punu 4 covera, besoj mujnë arshëm dalin. Pse covera? Më falë që bët... Coveri... Pse jo me krimi këngë tonë? Nuk është e letë, se njerës të thënë, letë është coveri. Coveri nuk është i letë heq. Unë e pëmunona disa këngë shqipe që se këti kemi të bukra shqyqër, diçka me ritme të ndryshme me bonë në formën, në frymën latino, edhe pa të kalëse një sekret. Hajde. Me matë puls. Me matë pulsin e gjithë, da? me këshyrë njerës, api u pëlqena qyshe tek, adin se unë e pak jo më ndryshe, edhe si instrumentalist edhe si vokal. Coverat jonë, me thonë një armë, që qëtë para publikut edhe... Një farë loj testi? Loj testi. Nëse kaluhet ky test, mundemi direkt me po Gjemili një mbrëmje prej fillimit deri në fund duke këndu. Ato jam i gatshëm qysh moti, po guxim jo. Pa dhe këtë guximin me mbledh. Për pos në mbrëmjeve... Tash edhe unë e këngëtar më bo kompleta. Pse jo, sa ma shumë zona të bukur ama, që interpretojnë live. Kohët funit... Se di që edhe ti ke qëndrime shumë të forta aty kjo puna e muzikës, e interpretimit live, e mandej nëse dalim të muzika popullore, qytetare, mënyra që shtrajtohet. Ti kam dëgju disa qëndrime tua, mendime që në sytë tu duket që janë bastardu, ose nga pak edhe devijohen, do me thonë nuk mbohet ka nga puro popullore që është në për dosma kryesisht. Ka sene që kanë deviju kështu, kanë rëshit shumë. Ka dalë shumë shesh arabik, ka dalë na kemi muzikë shumë bukur shqipe. Lypin vesh mu dridh, pse vla, për qëfar arsye. Isho edhe fmit e vogël, bile kom cek, fmit e vogël, këtheshin talava. S'kom kur gjo kunder talavas, po gjina. 5 vjetë qika këthej ke talava. Po nështë ta i bën dyjat, nështë ta edhe këcen pak për muzikë popullore, qytetare, edhe me talava. Masanej, me kriju muzikë shumë pak po kryot, edhe qka po kryot, veç po këshyrin like, qysh me marë klikime, qysh me marë pare prej YouTube, qysh ka dalve kryot diçka të bukur, jep diçka të mirë. Ka vdek ajo muzika e mirë, e bukur. Qka të pengon mas shumë ti në përdosma, për posë qësoj, apo është krejt që kjo që kam i përmend? Ndorsma, për shumë unë e kom grupin Besmiri Band, na bojmë muzikë Dorsmave, kemi një stil pak ma të veçant, njihemi me atë që i bojmë shumë loje, shumë zhandret muzikës, edhe popullore. Për shembull, na që ishe bojmë popullore, nuk mujme po si Gjakovar që ishe bojmë. E ka një stil të veçant, është e pastër, është e bukur. Na në Prizren e kemi kogja të mirë dhe na, po e kemi edhe pak diçka tërqisht, për shkak se ka familje që e din një dy tërqisht më naknu. Për shembull, kur vime bu muzikë në Prishtinë, stili, do më thonë ritmi që është 7-8, 9-8, Prizren edhe në Gjakov din me valzu, Prishtinë nuk din. Dalojnë, thjesht dalojnë.
E kemi Arbrin nga mrapa që përshë është bugati me kitarën dorë, nuk e di se i ka të dyja atë dhe piano dhe kitarën, ka një herë i bën të dyja mrarë një këngë, për fund kam nga do një performancë. Gjemil, faleminderit shumë që erdhe sa. Qovan komet për shëndet. Ndryshe më lejon një 5 sekunda për Arbrin. Arbrin unë e një personalisht pak kemi muhabet, si mi taku shpesh, po unë e lakmoj këtë njeri. Është një super muzicient, bile i kom thonë një ditë, thash, hej, veç me pas ditë miro gitarës si tje dhe piano, thash. Ka, zot mrekullu shumë është, instrumentalist i mirë, këngëtar i mirë, ty veç shnet, shukë jam. Të pas ka thonë me lavdu në emision. Ka se oram, ja pasën e, po? Faleminderit shumë Gjemil që erdhe. Shumë knatësi, faleminderit Po e mbylli këtu sot takimin meq, po ju lë me Arbrin.